Florim Gagica, banori i lagjes Bregu i Diellit në Prishtinë, ka mbetur pa veturë tash 2 javë, pasi hajnat ja vëdhën, përderisa ajo kishte qëndruar në parkingun afër banesës së tij. Vetura llojit Audi A6 me targa 01 870 FG ishte vjedhur nga persona tash për tash të panjohur në rrugën Mehmet Gradica afër qendrës tregtare. Por Gagica nuk po e ka problem vetëm vjedhjen e veturës së tij. Ky rast e ka bërë që të indinjohet tej masë me policinë, që sipas tij e ka neglizhuar rastin duke mos ndërmarrë asgjë. Ai thotë se në momentin që ka parë se vetura e tij mungon në parking, e ka lajmëruar menjëherë policinë. Mirë po ankohet se këta të fundit janë interesuar shumë për rastin. Ai thotë se ke shkuar disa herë në polici, mirë po prap ka hasur në neglizhencë nga ana e zyrtarëve policor. 3-4 herë kam qenë në polici, mirë po s'ka kur gjë, informacione nuk kanë dhënë, do shta ka diçka, po ku diune. Për më tepër, Gagica tregon se në afërsitë e parkingut ndodhet një kompani e sigurimeve, kamerat e secilës e kapin pjesën ku ka qenë e parkuar vetura e tij. Ai thotë se me gjithë insistimin për të shikuar këto kamera, policia as e ka marrë mundin të marrë pamjet, duke u arsyetuar se nuk mund të shihet asgjë nga kjo pjesë. Ata e din faktikisht se si është hap vetura, dhe thanë e dim se nuk është ty vetura, po është hap në mënyrë tjetër. Unë kërkova prej tyre pasi kemi këtu mbrapa do kamera i kompanisë me i shishu kamerat, përgjigja aty nuk shifet sa do prej aty, nuk shifet qartë. Mu ma mor mendja si me paragjykime, se derisa unë kërkoj si dëmtumi që mu ka vjedh kerë dhe dyshoj se shifet prej atyve, prej asaj pozite, ata më thanë që kemi kontrollu dhe ma herët kur ka pas vjedhje, edhe nuk reagun tjetër dhe shkun. Sipas Gagicës, vjedhja e veturave në këtë lagje është një fenomen që ndodh shumë shpesh. Ai tregon se gjatë javës kur është vjedhur atij vetura, në këtë lagje janë vjedhur edhe 5 vetura të tjera, brenda një perimetri prej 150 metrash. Por Daud Hoxha, zyrtar për informim në Policinë e Kosovës, ka thënë se me insistimin e ankuesit, Florim Gagicës, hetuesi policor i angazhuar në këtë rast, ka kërkuar dje në prokurori autorizim për t'i marrë pamjet në kompaninë që gjendet afër vendit ku është vjedhur vetura. I pyetur se pse policia deri me tani nuk e ka bërë një gjë të tillë, Hoxha tha se kjo nuk është bërë me arsyetimin se policia ka konsideruar se ajo pjesë nuk kapet nga kamera. Policia ka bërë analizën e vendit të ngjarjes dhe nuk ka pas informacione se ajo pjesë kapet prej kamerës së kompanisë, ka thënë Hoxha. Hoxha tha se ka zotimin e prokurorisë që sot u lëshohet autorizimi për marrjen e pamjeve nga kamerat e sigurisë së kompanisë.